Buxheti 2026, kryeministri Rama, pagat dhe pensionet do të shënojnë përsëri rritje. Kryeministri i vendit Edi Rama ka folur sërish për buxhetin e vitit 2026. Rama tha se pagat dhe pensionet do të shënojnë përsëri rritje, duke theksuar se Shqipëria tashmë është në një tjetër nivel. Edhe gjatë kësaj jave kemi qenë në dispozicion të qytetarëve me parashtesat në detaje përmes dëgjesave publike të buxhetit të vitit që është në prag, një vit që hyn me këmbë të mbar për shqiptarët sa i përket të ardhurave në radhë të parë. Në paga e pensione, por edhe sa i përket investimeve publike që do të shënojnë përsëri të gjitha këto së bashku një rritje historike. Tashmë Shqipëria është në një tjetër nivel. Ky është një fakt që do të bëhet çdo vit edhe më i prekshëm në jetën e përditshme të njerëzve tanë, të atyre që jetojnë me punë, qoftë në sektorin publik, qoftë në atë privat, në jetën e përditshme të pensionistëve, gjyshërve dhe gjyshëve tona, në jetën e përditshme të atyre më në nevojë për cilët mbështetja, mbrojtja sociale vjen duke u rritur, sepse ata që na kanë dhënë besimin e arzakonshëm me 83 mandaten, një mbështetje e paprecedent për Shqipërinë 2030, jo vetëm meritojnë çdo vit më shumë, por do të kenë çdo vit më shumë, pasi bara e buxhetit ndaj tyre është e tillë që do të na bëjë të vazhdojmë të rrisim punën tonë për ditë e për ditë, tha Rama.